Kemi për gatimin e dytë, bëjmë tani sa qofte me domate, ku ka më mirë se ky sezon, që na jep mundësinë të shfrytëzojmë të gjitha perimet në forma dhe gatime të ndryshme. Domaten e kemi... Jo e kemi gatuar, por çfarë si kemi bërë? I kemi bërë të mbushura, i kemi përdorur në gjell. Vetëm salca na mungon, po salca do kohë, kështu që ta bëjmë në ambient tjetër. Pra këtu kam krip, sod, piper. Shtoj domatet. Domatet shoh që nuk ka rëndësi prerja në sopza. Se pas kam lënë një. Sod, krip, sod edhe krip bashkë me piperin. Shtoj trahana. Edhe kjo është i trahana me perime. Që ka edhe domate spezë brenda. Shtoj qep të njoma. Një vezë, sigurisht, e dini ju vetë. Lidhja më e mirë me një vezë, sigurisht edhe galetën që i shtuam për të bërë atë strukturën e duhur të përbërësve. Mua me thënë drejtën personalisht, në paktën të tregjet ku unë banoj, nuk më ka pëlqyer fare fara domate si vjetshme. Vjet ka qenë shumë e pjekur. Si kauçuk, komplet pjesa e brendshme e bardhë, tamam si kauçuk, e fortë. E jashtë kuqe. Nuk e di çka ka ndodhur, ndoshta është problem fare. Vjet ka qenë shumë e mirë dhe këtë kemi thënë mbaj mend edhe në gjatë gatimeve. Shtova galet. Ka qenë më mishtore. Dhe sigurisht tani kjo mas do punohet që të shpërndahen aromat shijet me njëra tjetrën. Nuk do t'i mungoj as vjozëm. Vjozma, nenexhiku, najazma, mente, bima me më shumë emra në vendin tonë. Por e përbashkëta është që na ofron një shije fantastike, një aromë kënaqësie. Duhet e freskët, jo e fatë. Kur e përdorim në nenexhikun e thatë, më duket sikur na çon te gatimet më vjeshtore, më dimre, nëse ne do bëjmë të mbushura, normalisht shumica e erëzës, e bimës aromatike, se quhet erëz, duhet të jetë e thatë. Dhe më pas ne vendosim një tuftë të vogël të njomë. E punoj dhe normalisht e lë paksa. Që të lidhen. E lë paksa. Dhe derisa ta lë paksa, domate duhet të jenë të dukshme në kubik. Me gatimin tjetër. Jam që të ngurtësohet pak. Më pas unë do t'i skuq, por më pas. Se përthithen dhe ato lëngjet e domateve nga galeta që ne i shtuam për të formuar lidhur më mirë përbërësit. Lug më pas do t'i skuqim në tiganin me vaj për skuqje. Ja dhe me bukën tonë këtu. është një bukë, është bukë e fortë. I lë në skuqje dhe pa tjetër, a më me një taftë të voç koloniki? Po. E taftë të vogël. Do t'i servirim ja një të vogël transparent. Këtë dua shkej aty. Ja. Do i thekim, do i ngrojmë këto feta? Këtu. Kjo këtu, këtë. I largoj dhe shtoj pakëz vaj. Dhe i zbuti jep edhe arome dhe shije. Dhe pakëz krip. Po, se të gjitha i hoqa unë i largova. Më pas
Nuk dua të shtoj asgjë tjetër. Pse? Sepse unë kam hudrat atje dhe prandaj nuk i shtoj. Po e vendos të ngrohet pak buka që ti servirim siç duhet këto fetëzat. Edhe bajamet po fahen dhe po piqen, lëshojnë dhe një aromë ato vetë. Ndërkohë i kthejmë qoftet, veza edhe galeta, bën që ato të mos ndahen. Ul pak nxehtësinë këtu. Sepse dihet që nuk kam dashur që t'i shtoj shumë miell, sepse më tjetërson shijen. Dhe këto dalin të buta. Ja. I lë tani të bëhen avash. Marr nga fura. Këtë sjell. Djasin? Tani i marrim të gjitha. Çfarë është? Djathi është e sigurt njerë që është bërë, se është zbutur dhe dallohet edhe nga aroma. Po sjell edhe bukën, sa ajo e thekur. Marr pak një spërkatje me majdanoz. Bajamet po i lë akoma. Po. Ka nevojë të piqen. Ja. Tani duhet të marrë kujdes, ajo sa po u vendos. Edhe kështu në tavë siç është, për ta servirur në tryez, është shumë okej. Një spërkatje për në fund, gjithmonë, majdanozin nuk e shtojmë për të pjekur, se ç'kuptim ka për ta shtuar si përbërës. Ja, kështu e freskojmë dhe jep edhe ngjyrë të bukur, edhe shije, edhe freski. I bie të marrësh një pirun që të përzihet, apo mund të jetë edhe ashtu siç është? Kjo do jetë e tillë. Shikoni ja. Ja, bëjmë të tillë ja. E djathi është putur. Edhe kështu në tavë siç është, kështu mund të jetë pa u serviru në pjata më vete, ose ti ndajmë këto copat e bukës, thjesht do t'i përzjeni dhe do t'i ngjyeni aty me shijen e djathit. Do të vendos. Sillim dhe domatet. Kemi shtuar brenda tyre dhe trahana. Trahana me perime, që ka brenda speca domate po ashtu. Dhe sigurisht ngjyra e kuqe e domateve që është ngjyrë mbizotëruse dhe jep atë shijen. Pak të tjetër se do të bëhet. Nuk i nxitojmë. Ka ndalë shumë të mira. Për t'i hequr. Edhe me atë kosin aromatizuar që përgatitëm dje, është shumë okej për t'i servirur. Që janë petulla domate, shkojnë për t'i zhytur në të. E kemi sjell në forma të ndryshme të larmishme. Marrim dhe bajamet, Niki, urdhëro të t'jap. Kam tjetër këtej. Bajamet të pjekura në pancet. Në shije pancete. Qofteve me domate dhe trana, dhe kjo është tryeza, pamja tryezës tonë për ditën e sotme. Shpresojmë t'ju kenë pëlqyer recetat. Mos harroni t'i rishihni në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli, me mënyrën e tyre të përgatitjes dhe me përbërësit e shkruar. Qofte me domate dhe trahana. Ju duhen domate të pjekura mirë, të cilat i soptoni. Ju duhet një 5 lugë gjelle me trahana të fartë, 6 lugë bukë e grirë imët, galet, një vezë madhe, qep të njoma të grira, nenexhik të freskët të grirë, pra gjethe menteje, ose nenexhiku si që quani ndryshe, majdanoz të grirë, pak pluhur pjekës, krip, piper i zi, vaj për skuqe ose vaj ulliri, si të doni ju, nuk duhet shumë kohë për t'i skuqur, lidhen mirë, nuk ndahen, shijojnë dhe janë fantastike. Këto pra ishin dhe njerë për sot, të lumshin duart,
Shihemi nesër me të tjera gatime dhe receta të shijshme për anvisat tona. Ne të vazhdojmë të skuqim pjesën tjetër të brumit për domate, ndërkohë pas fleshit informativ ju pres me këshilla për fëmijët tuaj në këtë stin, në këtë temperatura të larta, se si do t'i përballojmë ato dhe si do të menaxhojmë disa probleme shëndetësore që vijnë pikërisht prej vapës.